Rizgjedhja e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike ishte referendum apo formatim politik? Ishte referendum, konfirmim, ose me saktëri konfirmim i Dr. Berishës, si kryetari i Partisë Demokratike. Nuk ishte formatim politik, formatimin politik ne nuk e bëjmë me zgjedhjen e kryetarit, po formatimin politik e kemi bërë dhe vazhdojmë ta bëjmë me zgjedhjen e çdo pozicioni në strukturë, duke filluar nga qeliza e strukturës, siç është seksioni në strukturat lokale dhe në gjitha degët e Shqipërisë, dhe pastaj deri me konstituimin e Këshillit Kombëtar dhe zgjedhjen e kryesisë Partisë Demokratike. Patjetër që do të ketë një formatim politik ose më saktë riformatim dhe ndryshim rrënjësor edhe në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike. E ka thënë doktor Berisha këtë gjë, por jemi të bindur edhe ne dhe e dim që kjo gjë do të ndodhi. Nga gjitha degët e Tiranës janë çuar propozimet mbas konstituimit të kryesive të degëve, janë çuar propozimet për antar të Këshillit Kombëtar dhe patjetër që nga Këshilli Kombëtar pastaj do dalin dhe propozimet për antarët e